Shqipëria priti evenimentin më madhor kontinental të mundjes, teksa më datat 20-26 prill në Tiranë u zhvillua kampionatin europian për të rritur. Një kompeticion që solli në vendin ton elitën europiane të këtij sporti, duke e shndruar sallën Feti Borova në arenë duelesh shumë emocionuese të një niveli të jashtëzakonshëm. Në europian la gjurmë edhe Shqipëria, e cila arriti të fitonte 2 medalje argjendi, që mbajnë firmat nga Islam Dudaev dhe Zelim Khan Abakarov, të 2 sportistë që janë të federuar në klubin Shumë Sportosh Tirana. Podiumi i parë erdhi nga Dudaev, cili pasi kishte fituar 3 duele të premten, të shtunën kishte finalen kundër rusit Bashir Magomedov. Me gjithë përpjekjet dhe dëshirën për të synuar të artën, Dudaev nuk ja doli, pasi Magomedov u tregua superior, duke e marrë finalen në shifrat 10-0, por të ngjitur ai në shkallën më të lartë të podiumit në stilin e lirë të peshave 65 kg. Gjithsesi, edhe vendi i dytë mbetet një rezultat i madh për Dudaevin, i cili e mbyll europianin si nën kampion me Shqipërinë. Ndërkohë, të shtunë në tapet u ngjit edhe Abakarov, duke e filluar në mënyrë të shkëlqyer kompeticionin. Ish kampioni i botës shënoi 3 fitore, duke nisur kundër italianin Simone Pirodu, të cilin e mposhti 12-2, për të vijuar me suksesin 6-2 kundër gjermanit Niklas Stechele, ndërsa në gjysmëfinale kaloi në shifrat 14-3 azerin Nuradin Novluzov. Pas kësaj dite të jashtëzakonshme, Abakarov u rikthye të dielën për finalen e madhe, teksa përballë kishte numrin 1 të botës në peshat 61 kg për stilin e lirë, rusin Zavur Uguev. Ky i fundit triumfoi me rezultatin 4-0, duke merituar medaljen e artë, ndërsa argjendi i takoi mundësit Kuqezi. Kështu Shqipëria e mbyll kampionatin europian me 2 medalje argjendi, të cilat janë një arritje e madhe. Ndërkohë, përveç pjesës sportive, Shqipëria fitoi një tjetër medalje, ato të organizimit në mënyrë të shkëlqyer të një eventi kaq prestigjioz, duke marrë edhe përgëzimet e ndërkombëtarëve, si për mikpritjen, gjithashtu edhe për mbarvajtjen e aktivitetit.